Ç'është ky trok që ecë nga një shpat në tjetrin e nuk po ndalet? Cili është ky kalorës që rend me kaq ngut në këtë ditë vjeshte dhe çfarë mesazhi i sjell Arbërisë? Pas çdo udhe, pas çdo shtegu, pas çdo mali bithi janë ngritur. Kruja, zemra dhe fuqia e Arbërit me shikimin e shqiponjës së rrizgjuar. Atë po e therrasin, po i trokasin në dyert e kështjellës. Hyn në muzeun Gjergj Kastrioti dhe të vjen pranë ajo kohë kur kryetrimi Skënderbeu me luftëtarët e tij i vunë zemrat dhe shpatat mburoi për atë dhenë. Arbëria kish kohë që e priste. E sa po ndjehu tropun e kalit ti, i hapi dyert e zemrës. Biri erdhi tek nëna, dhe nëna mori forcë e foli. Ti je im birë, ti je Gjergji im. Në fillimin e shekullit të 15, në trojet e Arbërisë lulëzonin 3 principata të mëdha, e Shkodrës, e Durrësit, e Artës. Liria e popujve të Europës u kërcënua nga prangat e rënda të perandorisë osmane. Viti 1385. Betejë përgjakshme në Sabër të Beratit dhe në 1389 në fushë Kosovë. Në luftën e përbashkët të Ballkanasve kundër ordive osmane, luftoi deri në vdekje princi shqiptar Muzaka. Në vitet 30 të shekullit të 15, Sultan Murati II vendosi në trojet shqiptare regjimin feudal të timarëve. Si pasojë e shtypjes, se egër masat e gjera të popullit, shpërthyen revoltën e tyre një varg kryengritjesh. Këto kryengritje, si një urgan shpatalluan për vite me radhë ekspeditat që ndërmorën pushtuesit osman. Zjarri i kryengritjeve ishte i gjatë e i fuqishëm. Në çdo majmali përflakeshin flakadan të lirisë, derisa erdhi 28 nëntori i vitit 1443, kur biri i Arbërisë, Gjergj Kastrioti Skënderbeu, i bashkoi gjithë këta flakadan në një flamur lirie që u shpalos madhërisht. Brohorasin malet, brohorasin udhët. Arbërisë i kthehet biri, trimave u erdhi kryetrimi. Lirin nuk e solla unë, po e gjeta këtu, në mes tuaj. Këtë fortezë dhe këtë qytet nuk u allash unë, por më dhat ju. Armët nuk u allash unë, por ju gjeta të armatosur. Lirin e kishit kudo, në krah, në ball, në shpat. Shpjermeni të çlirojmë Arbërinë. Kjo është ndeshje e parë që pati Skënderbeu me ushtrinë osmane
të kryesuar nga Ali Pasha. U vunë përballë nderi i trimave që mbronin atë dheun dhe lakmia një perandorie që s'ngope me sklavërimin e popujve. Për arbëri, o burra, o trima, thirri Skënderbeu, dhe u suli pari në përpjekje me armiqt. Armiku mposhtë dhe me turpu gjunjëzua. Drejt krujës, u nisën lajmëtarët e fitores. Ishte gëzimi i parë që rriti frymëmarrjen e të gjithëve. Kryengritësit i erdhën mesazhe urimi. Çka më të bukur se ajo fitoria që ne dëgjuam e besuam me admirim të papar, se sapo e korre kundra Ali Pashës, duke dërmuar dhe duke i dhënë arratin me gjitha të forca që pati. Vladislava, mbreti i Hungarisë dhe i Polonisë. 2 mars i vitit 1424. Lezhë priti princat shqiptar për të marrë pjesë në këtë kuvend që u organizua nga Gjergj Kastrioti. Duhet ta bashkojmë vendin e gjuhës shqipe. Të bashkohemi për të mbrojtur trullin e të parëve. Të kryejmë detyrën ndaj atë dheut, për të cilin kur s'duhet kujtuar se është erdhur tepër gjak, është luftuar sa duhet. Se dashuria për të ja kalon çdo dashuri tjetër. Stemat, gunat dhe qeleshet i kemi të ndryshme, por kemi të përbashkët gjuhën dhe hallet. Kjo luftë do t'jetë lufta e të gjithëve. Jemi me ty. Ky kuvend u përjetësua në një ngjarje të rëndësishme, se në tu bë besëlidhje e princave duke hedhur themelet e shtetit të parë shqiptar. Në këtë kohë, Kristobuli mbrosit shkruante. Pasi zgjodhen para pakojë përisat e tyre, shqiptarët e mbajnë vendin fuqimisht në duart e tyre dhe nuk duan të bëjnë marrëveshje me sultanin, as t'i paguajnë tributin, as t'i binden atij fare. Për 10 vjet, në çdo pranverë, tha i gjelbërimi i Stinës nën këmbët e taborëve të ushtrisë osmane. Sultan Murati i dytë erdhi vetë në krye të një ushtrie prej 100.000 vetësh dhe solli topa të rëndë për të rrahur kështjellën. Mbi Bedena, i kthyer në një kështjellë brenda kështjellës në mbrojtje të saj, qëndron kapedani Vrana Konti. Vrana Konti, ndërsa luftonte për mbrojtjen e kështjellës, dilte në Bedena e ndiqte me sy betejën jashtë mureve, atje ku luftonte Skënderbeu. Sultan Murati i dytë erdhi me lavdinë e fitoreve që kishte korrur duke njëzuar mjaft shtete dhe nuk e mendonte se këtu, përpara mureve të krujës, do të bënte gjunjëzimin ai edhe ushtria e tij. Për këtë disfat, kronisti turk Ibn Kemali shkruante: çdo kryengritës ishte si një sundimtar më vete në çdo maj mali. Ata si tigrat me kthetrat mprehta, luftonin edhe me retë që kalonin si për tyre.
edhe luftëtari më i dobët ishte shumë trim në fushën e betejës. Pernatësi ka shkruar: më 1450 Murati II erdhi me një ushtri edhe më të fortë, por kruja qëndroi, Murati u largua me turp. Ndërsa një tjetër kronist turk i shekullit 15 tregon: Sultan Murati përsëri bëri një fushat kundër vendit të shqiptarëve. Ai e goditi Akçe Hisarin, krujën, me topa dhe shndroi në Varrez. Ai shpresonte se do të dorëzoheshin, por ata nuk u dorëzuan. Kështu mbriti dimri, e la kështjellën dhe u vendos në Edrene. Kjo ndodhi në vitin 854 Hijri, 1450. Në dhomën e ndënjes, Skënderbeu priste miqtë e tij, shokët, të afërmit. Ku vendonin, mblidheshin për të festuar fitoret, hartonin strategjinë e luftës, sapo ushtrit osmane shfaqeshin në trojet tona. Princi Gjergj Araniti, Tanush Topia, komandant në kështjellën e Krujës në rrethimin e dytë. Mamica Kastrioti, luftëtare, motra e Skënderbeut. Vrana Konti, komandant në kështjellën e Krujës në rrethimin e parë. Lek Dukagjini, zoti principatës Dukagjinit. Pali Kuka, kapedan. Zaharia Gropa, kapedan. Gjergj Leshi, luftëtar. Në kancelarinë e Skënderbeut ka mjaft dokumente që flasin për marrëdhënie diplomatike që kishte me shtetet aleate që kërcënoheshin nga rreziku osman. Janosh Uniadi, eroi i popullit hungares, aleati Skënderbeut në luftën anti-osmane. Sultani nuk dëshiron vetëm malet shqiptare, por përmes tyre ai kërkon të përgatisë vetes një urkalimi për të shtypur gjithë Evropën, i shkruante Matja, mbreti i Hungarisë. Alfonsi, mbreti i Aragonës dhe i Napolit. Ja si thot një dokument nga Napoli. Nuk i harroj meritat dhe shërbimet që ka bërë mbretërisë son me luftën që po zhvillohen kundër turqëve në viset e Shqipërisë, i ndershmi dhe i madhërishmi Gjergj Kastrioti, i quajtur Skënderbe. Mendojmë se ti je i vetmi në mes gjithë prisave që meriton të çmohesh në shkallën më të lartë, i shkruante Francesco Sforza, duka i Milanos. Senati i Raguzës vlerësonte: ju qëndruat me forca të pakta kundër një ushtrie të panumur turqish. Edhe për këtë, do të keni nga të gjithë mbretërit dhe princat e botës lëvdata dhe lavdit pa vdekshme. Senati i Venetikut
Asnjëherë nuk e ndihmoi Skënderbeun në momentet vështira, por gjithnjë u soll me premtime boshe dhe dredhira. E megjithatë, përpara forcës së Skënderbeut, u detyrua të ratifikonte paqen e nënshkruar me të më 4 tetor 1448. Ndërsa mbante lidhje me Skënderben dhe hiqej si aleat i tij, Vatikani thurte vetëm intriga. Papa deklaron koncistorin sekret se nuk do t'i jepte më ndihma Skënderbeut, dhe si rezultati i kësaj, Skënderbeu niset nga Roma i dëshpëruar. Ai tha një kardinali se do të dëshironte të luftonte më tepër kundër kishës sesa kundër turqëve. Duke shletuar korrespondencën e tij, dele dhe më në pah figura e Skënderbeut si burr shteti i shquar, si strateg dhe si diplomat i mprehtë që gëzonte respektin e gjithë shteteve të Europës me të cilat mbante marrëdhënie diplomatike. Ambasadorët e Skënderbeut, Pal Ëngjëlli, Gjergj Pelini, Pal Gazuli e Zop Zguli. I ndodhur përpara famës dhe forcës së Skënderbeut, Venetiku shkruante: Madhështia juaj në mënyrë shumë të urtë na kujton se shpëtimi i 2 shteteve tona qëndron në mbrojtjen e Krujës si dhe të Shkodrës. Në një letër drejtuar Ferdinandit, të mbretit të Napolit, Skënderbeu shkruan: Çka do që të ndodh, unë mund të jem mik i virtytit dhe jo i fatit. Le të shikoj madhëria juaj nëse më duhet të dërgoj të tjerë njerëz. Nëse shihni në një kërcënim për shtetin tuaj, të më lajmëroni, sepse unë personalisht kam për të ardhur me njerëz. Për 25 vjet luftoi kryetrimi Skënderbeu në balë të një ushtrie që kërkonte të mbronte trojet e Mëmdheut. Nga Kruja në Oranik, nga Albulena në Vajkal, nga Torviolli në Svetigrad, në Berat, Kashar, Ohër, e ku nuk u dëgjua zëri i prisit që ngrinte pesh gjithë ata burra që i vun gjokset mburoi për atë dhen. Përballë kërcënimeve të vazhdueshme të portës së lartë, Skënderbeu njoftoi të gjithë princat të mblidheshin edhe një herë në Lezhë për një kuvend të rëndësishëm. Sëmundja e tij e papritur pengoi mbledhjen e kuvendit. Jo vetëm ta duash dhe ta kesh gjithmonë parasysh atë dheun dhe shtetin ku secili ka lindur dhe është edukuar, por edhe ta mbrosh, edhe ta shpëtosh me gjak. Po të jemi të bashkuar, është e bërë arbëria. Pesha e fjalës tij, që e madhe, ajo erdhi e urrit e i ka përxeu kufijt e asaj dhome. Ishte fjala e dal prej zemre. Herojnë të kombit kur nuk vdesin. Ata janë gjithnjë pranë nesh. Kanë udhëhequr idealin ton për liri, për pavarësi. Madhështia e herojit ton kombëtar, që theu 2 sultanë të perandorisë osmane, Muratin e dytë dhe Mehmetin e dytë, frymëzoi shumë shkrimtar nga gjithë botat të cilët kanë lënë mbi 1000 vepra në 21 gjuhë të ndryshme, kushtuar Gjergj Kastriotit Skënderbeut. Barleti Vin, duke shkruar veprën e pavdekshme historisë Skënderbeut, i la kombit dhe emrin e tij, që udhëtoi në përshekuj bashkë me herojin ton legjendar në shumë vende të botës. Ai mbeti në zemrat e të gjithëve si simboli i bashkimit, i lirisë dhe pavarësisë, e nëpërmjet figurës së tij rilindas i tan bënin thirrje për bashkim dhe çlirimin e kombit. Emri i prisit shqiptar u bë frymëzim i mjaft piktorëve të huaj, të cilët e rikrijuan atë nëpërmjet heroizmave që kishin dëgjuar.
Wolfi thot, Skënderbeu shkëlqen mbi kapedanët e vjetrit të rinj në udhëheqjen e një ushtrie të vogël mbrojtëse. Ndërsa Piccolomini ka shkruar, Gjergj Kastrioti do të mposhtë shekujt. Në vlerësimin që bën Volteri thot, sikur perandorët bizantin të qenë Skënderbej, perandoria e lindjes do të kishte shpëtuar. Kaluan shekuj dhe i mbeti në zemrat e në sytë të gjithëve. Piktorët dhe skulptorët tanë e gjetën Skënderben në çdo vatër shqiptare të pamposhtur. Në muzeun kombëtar Gjergj Kastrioti Skënderbeu, vizitorëve të shumt u duket sikur në të do të gjejnë diçka prej tij, dhe vinë nga të gjitha skajt e Shqipërisë të takojnë kryetrimin, lavdin dhe heroizmin e tij. Duke folur për këtë figurë të shquar të kombit ton, shoku Enver Hoxha ka thënë: me heroin ton kombëtar në krye, Gjergj Kastriotin Skënderbeun, populli shqiptar luftoi me heroizëm të shquar për një çelëk shekulli. Ai kurdoherë dilte fitues mbi ordhitë e perandorisë osmane, sepse ai luftonte për lirinë, për pavarësinë, për tokën. Qyteti heroj Krujës mban një histori të lavdishme të shkruar në çdo pëllëm të tokës që ka lënë gjurmë të pavdekshme. Mesazhi i stërgjyshrëve tan heroik jeton përjetësisht tek populli ynë i pamposhtur, jeton në reliefin madhështor të atë dheut, sa të lashtë, aq të ri.